Grupi i monitorimit i ngritur për sigurinë në institucionet arsimore ka vijuar takimet në institucione të ndryshme. Ndalesa e radhës ka qenë tek shkolla e fshatit Dërsnik në Korçë. Ky grup përbëhet nga përfaqësues të institucionit të prefektit, bashkive të qarkut, policisë bashkiake, drejtorisë vendore të policisë, inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit dhe autoritetit kombëtar të ushqimit, në kuadër të përcaktimeve të paketës së sigurisë në shkolla, në mbështetje të neneve 23, 26 dhe 29 të ligjit numër 139 të vitit 2015 për veçqeverisjen vendore i ndryshuar strategjisë ndërsektoriale të sigurisë në komunitet 2021-2026 dhe agjendës së decentralizimit me qëllim garantimin e një niveli tjetër sigurie pranë institucioneve arsimore nga ana e institucionit të prefektit të qarkut Korçë për periudhën shtator 2023-prill 2025 janë kryer në total 59 inspektime në shkollat e qarkut. Burime në prefektur bëjnë me dije se gjatë monitorimeve të kryera në shkollat e qarkut është vënë re mungesa e sinjalistikave rrugore horizontale dhe vertikale, kryesisht në shkollat rurale, mungesa e kamerave të sigurisë, si dhe mungesa apo kalimi jashtë afatit të përdorimit të fikseve të zjarit. Qarku Korçë ka në total 155 institucione arsimore.